Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, vullën e pejgamberisë, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë, pozit, pasuri, fëmijë, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër, sot nuk jemi thjesht para një date në kalendar, por para një kujtese të gjallë që ndryshoi historinë. Viti i ri hijri, të nderuar vëllezër, nuk është thjesht pra fillim i muajit Muharram, por është një fryt dhe një rezultat i një sakrifice shumë të madhe. Shumë prej muslimanëve kur e kujtojnë vitin hijri pra, apo fillimin e vitit hijri, i kujtohen disa mbledhje, disa ceremoni dhe kështu me radhë që mlidhen dhe bëhen për fillimin e vitit hijri. Mirë po të nderuar vëllezër, viti hijri është një mesazh hynor që dridh shpirtin e çdo besimtari, sepse është një rezultat i një sakrifice 13 vjeçare. Ato që e hedhën bërthamën e parë të Islamit, kaluan sakrifica të lloj-llojshme derisa Allahu subhanahu wa taala i pa që janë të përgatitur për ta pra hijretin. Thjesht nuk erdhi hijreti prej vitit parë apo vitit dytë, mirë po 13 vite edukim, 13 vite mbjellje, 13 vite kultivim, 13 vite edukim, dhe si rezultat i kësaj, pastaj Allahu subhanahu wa taala, kur e pas se janë të gatshëm ta bartin amanetin, Allahu subhanahu wa taala kërkoi nga ato që t'i lajnë venden pra Mekën, t'i lajnë familjet, t'i lajnë pasurinë, t'i lajnë fëmijët dhe çdo gjë tjetër vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Është fakt se në aspektin social, në atë kohë dhe në atë vend ka pas të pasun dhe të varfun. Shtresat kanë qenë të ndryshme. Mirë po një gjatë të nderuar vëllezër, i ka bashku ato të gjithë, është të lënurit pra dhe të sakrifikuarit për hir të Allahut subhanahu wa taala. Hijreti është fryt, hijreti është rezultat. Njeriu nuk duhet mundal me frytet dhe rezultatet, sa duhet mundal me ato që e çuan këtë rezultat dhe këtë fryt. Dhe nëse ndalemi tek ajetet kuranore të cilët zbritën në Mekë, e shohim të nderuar vëllezër se shokët e pejgamberit në krye me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kaluan në disa pozita të ndryshme derisa arritën që ta kryen pra hijretin, që ta lajnë çdo gjë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Gjëja e parë të nderuar vëllezër ishte at-ta'arruf ala Allah. Pra kërkojshin që ta njohin Allahun subhanahu wa taala me një njohje të vërtetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se t'i vinte shpallja, shkonte u vetmonte në shpellën Hira. Arsyeja pse shkonte që të vetmohet në shpellën Hira është se kërkonte një ushqim shpirtëror. Kërkonte diçka që e mbrëmshmja e tij e kërkonte, mirë po nuk e dinte ku ta gjente. Dhe meditonte si një lloj ushqimit për shpirtin e vet, sepse meditimi të nderuar vëllezër është ushqim për shpirtin. Dhe u vetmonte në shpellën Hira, kohë pas kohe, sepse donte diçka, kërkonte diçka, por nuk dinte si ta gjente. Derisa u paraqet Xhibrili dhe i tha Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd. Khalaqal insana min alaq, i cili e krijoi njeriu nga një droçk gjaku.
Khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram. Lexo, Zoti yt është më bujari. Iqra wa rabbukal akram, alladhi 'allama al-insana bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Që e mësoi njeriu me pend, e mësoi njeriu të shkruaj dhe e mësoi njeriu atë që nuk e diti. Pra të nderuar vëllezër, gjaja e parë dhe ajeti i parë që pastaj pasoi me hijret ishin këto ajete. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Kur kjo gjë u mbjell tek pejgamberi dhe shokët e vet, pastaj çdo sakrificë që e dha në këtë rrugë ishte e lehtë, sepse ishin të bindur në atë se Allahu ka kriju çdo gjë dhe çdo gjë është nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe pastaj Bilali, kur u vunte guri në mes gjoksit, thjesht për të ishte diçka shumë e lehtë dhe nuk u hiqte nga fjala ehad, një, edhe pse në nxehtë, edhe pse maltretime të ndryshme të nderuar vëllezër, mirë po, momentin që e mësuan dhe e kuptuan fjalën, lexo me emrin e Zotit tënd, që krijoi çdo gjë, pastaj pas këtij ajet tek ato musliman të sinqertë, te ai grup që hedhën bërthamën, pra fillestare, ishte çdo gjë që pasoi, çdo sakrificë dhe çdo maltretim ishte e lehtë. Gjaja e dytë që kaluan para se ndodhi hijreti, siç thot pejgamberi siç thot Allahu fillimisht në sure, pra në shumë prej sureve, kur flet për çështjen e namazit dhe tregon po në të njëjtën sure, në surën Alaq kalla thot, kur flet për Ebu Xhehlin, tiranin kryesor që e ndaloi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të falte namaz në Mekë, i tha ara'ayta alladhi yanha abdan idha salla. A nuk je ty pa i drejtohet Muhamedit? A nuk je ty pa ti o Muhammed që ty janë duke të ndalu të falësh namaz? Vazhdon dhe deri në fund dhe thot, mirë po, kella la tuti'hu wasjud waqtarib. Asesi, mos i paso ato, mirë po, afrohu tek Allahu. Bjerë në sejdë dhe afrohu tek Allahu. Momentin që njeriu bjen në sejdë dhe afrohet tek Allahu, kjo gjë të ndihmon që ta njohësh Allahun më mirë. Sa më mirë që njeriu e njeh Allahun subhanahu wa taala, aq më është në gjendje që të lajë dhe të sakrifikojë për Allahun subhanahu wa taala. Sa më pak që njeriu e njeh Allahun subhanahu wa taala, aq më pak është në gjendje të sakrifikojë dhe të lajë për Allahun subhanahu wa taala. Pra, pasi e njohën Allahun subhanahu wa taala me një njohje të vërtetë, filluan pra Allahu ngaj sepse kërkojnë namazin, sepse namazi është e drejta Allahut dhe nuk ka mundësi dhe asesi nuk duhet që një musliman ta lejoj veten që të tregohet neglizhent në namaz, s'pakun në namazet farze. Sepse kur themi lexo me emrin e Zotit tënd që të krijoi, dy pyetje i shoqëruan pejgamberin dhe shokët e tij. Kush na krijoi dhe pse na krijoi? Momentin që e kuptuan se na krijoi Allahu subhanahu wa taala, atëherë pyetja e dytë me njëherë pasoj na krijoi që të adhurojmë Allahun. Atëherë ne obligoi namazin. Dhe obligimin e namazit të nderuar vëllezër, edhe pse në kohë të vështira, në rrethana të vështira, asesi nuk u lehtësu kjo urdhër. Ka mundësi njeriu agjërimin, ka mundësi haxhin, ka mundësi zekatin dhe kështu me radhë. Në rrethana të pamundura ka bie obligimi. Namazi, qoftë edhe në luftë, nuk ka gjendje më të rëndë se sa lufta, edhe në këtë kohë, edhe në këtë rrethan nuk bie namazi. Edhe pse në Mekë të maltretuar, të persekutuar, të ndaluar që të falin namaz, Allahu tregon në Kur'an dhe thot Ebu Xhehli dhe tiranë tjerë e ndalojshin pejgamberin dhe shokët e tij që të falin namaz, mirë po Allahu e urdhëroi atë pejgamberin, shokët e vet dhe gjithë umetin musliman dhe i tha kella, asesi, nuk i tha mos, po i tha asesi, la tuti'hu, mos i paso në ndalimin që janë duke ta bë ty për namaz, wasjud, bjerë në sejdë dhe afrohu tek Allahu subhanahu wa taala. Prej surës Alaq vazhdoi te namazi, atëherën ajetet e para të nderuar vëllezër që zbritën pas surës Alaq janë ajetet e surës Al-Qalam. Nun wal qalami wama yasturun. Objektiv kryesore
e kësaj surje të nderuar vëllezër është që njeriu duhet me sakrifiku dhe me lanë për Allahun subhanahu wa taala. Dhe thot, kur flet për pasurinë në këtë ajet thot, njeriu thot bëhet mendje madh kur mendon se është i pamvarur. Dhe thot, mos u bë mendje madh, sepse ti dhe pasuria jote thot nuk është merit e jotja, por është merit dhe dhunti si rezultat pra i Allahut subhanahu wa taala që dësh me të begatu ty me këtë dhunti. Pra, është mirë të flasim për rezultatet e hijretit dhe është fakt që ndryshoi historinë. Mirë po që ne të stolisemi me ato cilësi, duhet mundal me shiku, me lexu ajetet të cilët zbritën në Mekë 13 vjet. Cilat janë ato ajete që e edukuan sahabët që kur u kërku nga ato që t'i lanë çdo gjë për hir të Allahut subhanahu wa taala, nuk nguruan ta lanë pasurinë, nuk nguruan t'i lanë familjet, nuk nguruan t'i lanë shtëpit, nuk nguruan asgjë. Mirë po kjo thjesht nuk erdh nga boshllëku të nderuar vëllezër. Erdh pas një rezultati, pas një edukate të mirëfill 13 vjeçare që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e edukoi shokët e tij. Dhe pozit e katërt është el-i'lan el-iman billah. Kur njeriu është i bindur në atë që beson, as sesi dhe kur sesi nuk ndihet inferior për atë që posedon, por ndihet krenar. Edhe pse në fillat e para të Mekës, historikisht gjithë e dim se pejgamberi dhe shokët e vet kanë qenë pakic. Mirë po, as sesi të qenurit pakic nuk i bëri ato që të njihen inferior, sepse ato posedun diçka shumë të madhe. Ajo është besimi në Allahun. Allahu subhanahu wa taala pastaj i urdhëroi që këtë besim që e ka në vete pra në brendsinë e tyre ta shfaqin dhe zbriti surja Mudaththir dhe tha: Ja ayyuhal mudaththir kum fa anzir. O ti i mbështjellur, i drejtohet pejgamberit dhe shokëve të vet pastaj. Kum fa anzir. Ngritu dhe përcjellë mesazhin. Thuat që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi në kodrinën Safa dhe i mbledhi të gjithë kryetarët e fiseve dhe u drejtu me mesazhin hynor. Kum fa anzir wa rabbaka fakabbir, Zotin madhroje, wa thiyabaka fatahhir, trupin pra teshat pastroj, wa rijza fahjur, largoj nga idhujtarit dhe nga çdo lloj adhurimi pra idhujtarie, wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fakabbir. Asesi, mos shoh në principe. Wala tamnun tastakthir, mos u mundot ti me dhënë diçka që ata me dhënë ty diçka më shumë, në një lloj kompromisit në baza. Wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Kjo lloj sakrifice dhe kjo lloj mos kompromisit në çështjet themelore bazë të fesë, kjo do duhet sabër. Do duhet Allah thot pastaj wa li rabbika fasbir. Pra do të pasojnë pra maltretimet, do të pasojnë persekutimet, mirë po ban durim thot për Zotin tënd. Wa li rabbika fasbir. Atëherë thot ban durim për Zotin tënd. Pra të nderuar vëllezër, siç thash në fillim, nuk duhet muslimani që kur përmendet viti i ri hijri me kujtu një lloj ceremonie një herë në vjet që pritet viti i ri me disa ilahi, çështje e mirë e kërkuar që një lloj përkujtimit nuk ka diçka të keqe nëse nuk ka diçka ndalesë. Mirë po, viti i ri hijri të nderuar vëllezër është një rezultat i një pune 13 vjeçare. 13 vjeçare edukat, 13 vjeçare pra sakrificë. Momentin që shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin të gatshëm ta pranojnë këtë gjë, atëherë Allahu subhanahu wa taala i obligoi me hijret. Dhe ban hijret, emigrim në Medinë, e ndërtoi xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bashkoi fisin Aus wa Khazraj, sepse nuk ka shqyrje me tregu historinë, se nuk premton koha, dhe nga aty pra filloi dhe ndryshoi historia siç e dim, dhe hyri Islami në çdo vend. Mirë po, për fund themi siç ka thënë Imam Maliku, nuk rregullohet fundi i këtij umeti, është mirë po vetëm nëse pra
vetëm nëse merren metodat e rregullimit si është rregullu fillimi i këtij umeti. Ta njohim Allahun hak të vërtet, të falim namazin, të jemi në gjendje të sakrifikojmë për Allahun subhanahu wa taala kur kërkohet nga ne të sakrifikojmë për Allahun, dhe të jemi krenar dhe mos të kemi komplekse se jemi pjesë e kësaj feje. Momentin që ne ecim në këto pozita të nderuar vëllezër, pastaj do të vinë edhe fryti si ka ardhur fryti i hijretit. Mirë po nëse nuk e njohim Allahun hak, kemi dyshime në këto, nuk e falim namazin, nuk e jemi në gjendje të sakrifikojmë për Allahun subhanahu wa taala, jemi inferior pse jemi musliman, edhe pse shumic ndihemi pra me marra dhe kështu me radh, mos të presim dihm, mos të presim hijret, sepse hijreti të nderuar vëllezër është pra fitore. Është fakt se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk ka hijret pasi u çliru Mekja sepse u bë vend musliman, mirë por kur e definoi emigrimin e vërtet tha, emigrimi i vërtet është ai që largohet nga ato që Allahu i ka ndaluar. Dhe që të na mundsohet neve të largohemi nga ato që Allahu subhanahu wa taala na ka ndaluar, duhet të ecim sipas këtyre hapave. Ta njohim Allahun, të falim namazin sepse namazi na largon nga veprat e këqija, të jemi në gjendje të lam epshet dëshirat e ndaluara për hir të Allahut, dhe të jemi krenar me këtë fe që e posedom. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafur.